antidemokrat. Se su kërkua gjë tjetër atëre. Vetëm hap kutit, ja ti numërojmë kutit. Në 2009. Pra, e kupton si vjen precedenti tani? Dhe pati përplasje në Fier, pati... Po natyrisht pati përplasje, sepse për mua hapja kutive është një drejtë ligjore kujdo. Teprimi i hapjes kutive është pastaj shpërdorim. Shpërdorim dhe ndoshta është një tendencë për ta shtyr procesin të thash, për te afateve? Për mua gjithë kjo lëvizje ka vetëm një synim, përdorja e instrumentave bllokues të këtij procesi. Balliu, është kjo një alibi që po përdor PD-ja për ta shtyr procesin dhe për të shmangur analizën e brendshme? Ti ke deklaruar në një studio tjetër që je gati të konkurosh për kreun e PD-s. I qëndron? Atëre, unë e di shumë mirë çfarë deklaratash kam dhënë në çdo studio dhe i qëndroj çdo deklarate që jap. Unë deklarata vetëmia i qëndroj sepse unë jam një alternativë e re dhe me kandidaturën që pretendoj të hedh për kreun e Partisë Demokratike, pretendoj të them dhe që çdo i ri dhe çdo i re duhet marrë guximin që të garoj, të riformatoj dhe të kërkoj hapjen e kësaj partie, sepse kryesore është që të pranohet rezultati, të bëhet analiza, por mbi gjitha mos i shmangen përgjegjësive. Nuk mund ta lëjmë Partinë Demokratike në dorën e disa pleshve të skaduar, dështak dhe të lodhur, cilët nga humbja në humbje vazhdojnë të japin humbje partisë dhe dalin si palaço dije nëpër studio duke thënë që nuk kam dëgjuar unë të ketë zgjedhje në parti, nuk do ketë zgjedhje në parti. Këtë e thojnë me gojën plot, e thojnë me gojën plot sepse këta e certifikuan vetë humbjen e tyre. Sepse njerëzit me kontributet Partisë Demokratike i lanë jashtë liste për të vënë roshin dhe pastaj thojnë pse i humbëm zgjedhjet, si i humbëm zgjedhjen. Retorika e këtyre pleshve dështa ka mbaruar, ka përfunduar. Unë visi risi për të hapur garën, për të hapur partim, për t'i dhënë kësaj partie një mundësi. Ka që e vështirë është në 35 vite të prodhoj një leadership të ri Partia Demokratike? Ka që pa mundur është? Kjo parti nuk ka të drejtë të ketë një leadership të ri, Shqipëria nuk ka të drejtë të ketë një të djathtë reale, jo një të djathtë të shitur, një të djathtë humbësish, një të djathtë pa kompromise, ku bazohet sot nën kryetari i PD-s këto individ, që i drejtoheshe mua dhe zotit Sula që kemi pretenduar të jetim kandidaturën sepse jemi pro garës që vetë shpallin kandidaturat te statuti më është zotri. Tja kujtoj këti zotris këtu nga studioja juaj, që është statuti që thot që kryetari që humbet zgjedhje duhet japi dorëheqjen. Tek statuti referohemi. Delirant jeni ju që nuk mbani përgjegjësi për humbjen. Jo individët që duan të japin risi. Kandidimi është një gjë, të fitosh apo të drejtosh partinë është diçka tjetër. Dhe vënd përshëndesim për guximin, vënd përshëndesim për risin, për iniciativën që merë çdo i ri dhe çdo e re, këto janë kundra risis, janë kundra të re, sepse janë thjesht ca plesh të dështuar që kanë marrë vetëm shuplaka nga populli shqiptar. Dhe janë shumë të paaftë të pranojnë të vërtetën, të pranojnë humbjen dhe të bëjnë një analizë thellë me realitetin ku jetojmë. Realiteti është që ju morë 45 mandate, se 5 janë të aleatit. Ku jemi ne sot? Ku gaboi kjo parti? Pse kjo parti del me gojën plot dhe thot nuk kemi dëgjuar neve për garë këtu, se këto janë kundra garës, janë kundra statutit, janë kundra gjithë shkaje, sepse këto ishin përgatitur për të humbur. Prandaj ishte roshi tek ajo listë. Dhe mos habiten fare këto pse humbën zgjedhjet, por ta pranojnë të vërtetën. Këto nuk pranojnë dot vërtetat e veta. Dhe vetmja e vërtetë e këtyre është janë dështak, janë humbsa serial. Nga 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 edhe sa? Edhe sa do presin demokratët, populli shqiptar? Berisha është i gëzuar. Po përsa është i gëzuar? Po fitoi legacinë e tij për që qenë partia dytë më e madhe në vend. Për këtë luftoi, e ka thënë dhe vetaj në deklaratë. E thoshe do jem kryeministër, tha. Kjo deklarata e fundit që jam sekretari i opozitës. Kryeministri dinte dhe vetaj që nuk mund të ishte më. Ishte koshient për këtë fakt. Ishte koshient dhe që kur bëri listën, kështu që Berisha doli i fituar, Rama doli i fituar se fitoi me shumicë dërmuese, humbi populli. Humbi populli. Dhe sot kemi pleshtë e dështuar që vazhdojnë retorikën absurde, patetike në për studio televizive dhe thojnë ku bazohen këto. Te dështimi dhe te humbja juaj bazohemi. Nga 2013 deri në 2025.
Alesja, po nëse Berisha nuk pranon të dorëhiqet, pra është jashtë diskutimit kjo gjë. Ka ndonjë hap tjetër që ndërmerret lëvizje brenda, çfarë ndodh? Pa diskutim, Berisha duhet të dorëhiqet, sepse e thot statuti. Dhe nëse nuk mundet vetë ta bëj këtë akt fisnik për partinë që ai vetë ka punuar, ka kontributin e vetë, atëherë do